pas rikandidimit tuaj për kryetar, Ervin Saliani ka shfaqur dëshirën për të kandiduar. Pyetja është, a lejohet Ervin Saliani të kandidojë? I vetë përjashtuar është i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Janë në një anë, po atëherë pse kanë frikë nga vota? Garojmë. Pse kanë frikë nga vota? Garojmë. Kjo është pyetja. Partia Demokratike, siç është sot e bashkuar me copa konkurrente dhe luftë brylash, ka nevojë për një njeri. Ai quhet Sali Berisha. Përndryshe, kjo parti ndahet në 400 copash. Dhe Berisha do të jetë përsëri për 4 vite kryetari i Partisë Demokratike. Por problemi shtrohet se përse nuk lejohet gara reale, edhe duke ditur se këtë garë e fiton po Sali Berisha. Deklarata e liderit të Partisë Demokratike se Ervin Saliani është i vetë përjashtuar nga gara për drejtimin e Partisë Demokratike nuk është thjesht një qëndrim ndaj një individi. Ajo është një mesazh politik më i gjerë për mënyrën se si funksionon sot opozita dhe kufit e saj të brendshëm. Përjashtuar është i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo atë, kjo s'është puna ime. Birësimet ka ndodhë dhe ndodhin gjitha kohrat. Termi vetë përjashtim në vetvete është i fortë, por dhe i diskutueshëm. Në thelb, ai përpiqet të vendos përgjegjësinë nga vendimarrja e leadershipit nga zgjedhja personale e individit. Por në politik gjërat e rrallë janë kaq lineare. Kur një figurë politike shpallet jashtë gare, pyetja që lind natyrshëm është: a bëhet fjalë për një zgjedhje personale apo për një vendim të imponuar nga raportet e forcës brenda partisë? Nga një ran, Saliani deklaron se nuk është larguar nga Partia Demokratike dhe se është i gatshëm të kandidojë përballë Sali Berishës. Madje ai thekson se ka paguar një kosto personale për PD-n, duke përmendur dhe burgun si dëshmi të angazhimit të tij politik. Nga ana tjetër, Berisha këmbgul se ai ka ikur dhe se zgjedhja e tij është e përfunduar. Kjo përplasje narrativash e bën edhe më të paqartë situatën reale. Njëra palë thotë jam brenda dhe dua të garoj, ndërsa tjetra përgjigjet se ti je jashtë. Në këtë pikë nuk është më çështje interpretimi, por çështje pushteti brenda partisë. Jemi në një betejë për riorganizimin, rivitalizimin e partisë dhe përgatitjen për betejën e re. Del anash, po ti kur s'flet kryesi, s'flet atje ku është i ngarkur dhe shkon dhe merr njerëz pa kënaqur në kulmin e krizës së dyshes Rama Balluku të mbushi studiot me këtë lajm, u ke bosh demokratëve pastaj. Referenca e Berishës ndaj birësimit politik shton edhe më shumë mjegull në këtë debat. Është një koncept që për më shumë nënkupton rjashtim apo pozicionim politik sesa një kriter formal për përjashtim nga gara. Kjo bën edhe më të paqartë vijën ndarëse mes vendimeve statutore dhe interpretimit politik të tyre. Nga ana tjetër, kjo situatë nxjerr në pa një realitet të njohur. Kontrolli mbi partinë mbetet i fortë dhe i centralizuar. Dhe pse Berisha shpreh se nuk ka frikë nga rivalët, fakti që një kandidat potencial nuk lejohet të hyjë në garë ngre pikpyetje mbi hapësirën reale të konkurrencës brenda Partisë Demokratike. Në prag të zgjedhjeve të brendshme, ky zhvillim është më shumë se sa një debat personal. Ai flet për klimën në parti, për raportin mes leadershipit dhe figurave të tjera dhe për mënyrën se si ndërtohet gara politike. Një garë reale kërkon alternativa reale, ndërsa përjashtimi i veçuajtur apo imponuar e kufizon këtë alternativë. Në fund, debati nuk është vetëm për Salianin, është për mënyrën se si Partia Demokratike zgjedh të përballet me pluralizmin brenda saj. Dhe kjo është një çështje që do të ndikojë drejt për drejt në të ardhmen e saj politike. Editoriali Koha Jon.